që shumë nga dëgjuesit ton dhe shikuesit na traktojnë kripton edhe kështu që do mulojmë kripton që për t'ju ndihmuar, okay? Flasim mirë për Bitcoinin. Si gjithmonë, Bitcoini është kryesor. Patëm dipin kryesor këtu, flash crashin pak a shumë, që ndodhi të premten e kaluar, Trumpi që doli dhe foli për Kinën, për tarifat të tjera që do t'i shtonte Kinës. Pastaj mas disa ditësh tha që nuk kemi në luftë ekonomike, do negociojmë me gjëra të tjera, pati rritje dhe ndodhi eventi i bankave që pati këtë shitje tani. Okay? Edhe logjikisht do të bënte këtë shitje se unë mendoj që do kishte një farë rejection, një farë rezistencë këtu dhe pastaj të shkonte për poshtë. Po më duket, dhe do të kam thënë më para që kemi tani një situatë që çmimi mesatar, shikoj, po bëhet të themi një farë distribution, shikon? Dhe është pak problem për tregtar që duan të themi të tregtojnë trendin si puna ime dhe unë prandaj kam ndetur larg tregtimeve, kam 3 javë tani që nuk kam tregtuar kripton fare dhe po rri larg tregtimeve në kripto për këtë arsye. Mendimi im është që kemi bërë tani një retestim të kësaj zone, i qinë që ishte kryesore dhe mendoj që për mendimin tim është shumë vështirë që po shkojmë në 100 tregu atëherë shkatërrohet komplet, do ta shpjegoj pak më vonë pse kjo është një zonë supporti, kemi tani zonën e mezit te kanali që po na jep pak support dhe do të shikojmë a do bëj këtë thyrje strukture këtu te 110 diku te kjo zona apo do bëj rezistencë duke u rritur dhe pastaj shkojmë prap dhe bën diçka të tillë që na sjell te nëntori që un kam përcaktuar si një moment kryesor. Mendimi im është që mund të bëj të themi këtë lëvizjen për lart, rezistencë prap, edhe të bëj le të themi ndonjë konsolidim diku te kjo zona këtu, okay? E bin 100, ndoshta 170 deri te 100. Mund të ikim dhe pak më poshtë ndoshta në 100 se do ta shpjegoj më vonë formimin që kemi te mujori. Po kjo zonë është pak a shumë zonë supporti dhe por rap pak më thellë është normale dhe pastaj bën ndonjë rritje, okay? Mendimi im këtu është kjo. Te javori çfarë po ndodh? Shenja shumë negative, kemi thyrje këtu strukture, por zakonisht RSI-ja te kjo zona 40 e ca bën support, i bin që mund të bëjnë ndoshta një ulje pak më të thellë dhe pastaj shikon atë që i dash si skenar, po më duket më shumë ajo si anim duke kapur, duke përfshi këtu analizën javore dhe ku mund të shkoj RSI-ja te javori. Po heqim këto vizatime që mos ngarkohet shumë charti. Te mujori keni shenja të para që kemi pasur bearish divergence, që më kam diskutuar disa herë, jam munduar edhe te kanali im personal anglisht që t'ju jap le të themi analiza aty çdo ditë për gjendjen e tregjeve dhe kam diskutuar shpesh këtë bearish divergence të mujori që është shenjë negative. Kemi edhe bearish divergence tjetër këtu. Kemi një bearish divergence dhe një të dytë. I bin që higher high, lower high këtu dhe kjo është një shenjë shumë negative. Te kanali im anglisht dje, prandaj ju ftoj që të më ndiqni atje, po që dini anglisht dhe dini të kuptoni se çfarë them unë aty. Gjë që kam diskutuar është kjo viza këtu, një vizë trendi që mund të vizatoni këtu, është kjo, shikon? Kam vizatuar dje, po u thy kjo tregu tani është në rënje, është bearish, nuk është më bullish, nuk keni më bullish treg. Duhet mbajmë patjetër mendimin 98, 95 dhe pastaj të flasim më ulta që mund të ashu. Për ndryshe, atëherë shkojmë te zonat të tjera që mund shkojmë te 80 e ca, 90,
Pastaj keni zonën 63 që kam përcaktuar si një shkatrim tregu dhe mund ta çoj aty, mund të shkoj deri te 45 apo që bëhet komplet një bearish market. Por deri tani nuk duhet të flasim për bearish market sepse ka supporte që po tregon dhe shenja fillestare që mund të jetë një farë fazë akumulimi. Keni këtë zonën këtu, shikoj. Support, hije, po thithën, ke këtu të tjera, kjo zonë po duket si një zonë mesatare dhe në gjithë kjo zona është at distribution, që do ishte shumë negativ për tregun, pra ne po them që jemi një moment kyç. Distribution është kur ato që kanë akumuluar nga bottom, fondet kryesore e kanë çuar çmimet e një farë faze ose të një farë niveli që kanë dashur dhe tani avash dalin në për zona. Dhe kjo është dalje, pak a shumë sepse shikoj resistance. Këtu. Por i bëjmë pak më të larta për të futur ca tregtar të tjerë falso të ndryshme që kanë krijuar. Unë jam munduar të manovroj sa më mirë te kjo zona, duke fituar këtu, pak më duket këtu dole me fitim, te kjo se kapa, se tek këto fare dhe pastaj patëm crashing. Shenja volatiliteti kishte këtu për mua, te kjo zona. Me sta regjintime po flasim. Kështu që mund të jemi një zonë shumë të rrezikshme, prandaj po i them që unë personalisht nuk po blej në mënyrë agresive kripto, nuk po akumuloj, të paktën Bitcoin e po pres që të marrë vendimet, edhe pse po shikojmë tani rritje sot, shikoni uljet që ka bërë. Do shikoni në totalitet çdo gjë. Nuk mund shikoni vetëm sot që ka rritje 7% për shumë ena apo 3% kjo dhe të hym. Nuk trajtohet ashtu. Tu shikosh në totalitet situatën. Kjo është situata e Bitcoinit, shpresoj që ju kem informuar mjaftueshëm këtu për situatën, të paktën të mulojmë gjërat kryesore. Ju thash pak më parë që kam kanalin tim personal anglisht, aty do merr analiza çdo ditë, edhe çdo javë. Mund të analiza të ndryshme, do mundohem të bëj dhe analiza të tjera fundamentale dhe ca emisione të tjera personalisht për të dhe themi informuar tregjet globale. Në ndiqni aty pak a shumë atë do thoya që më ndiqni aty. Tani do flasim për Ethereum. Arsye pse unë muloj Ethereum është sepse Ethereum është pak a shumë altcoins, situata e altcoinsve. Dhe çfarë më ka pëlqyer te Ethereum është supporti që kemi te kanali. Kemi pasur 2 herë supportin te kanali. Një herë këtu, edhe pse ka bërë themi një ulje më të thellë, ka qëndruar bi kanal. Nëse që po shikoni, kanali është kjo vizatimi që është këtu. Okay? Kanali në rënje. Kanali në rënje ose bull flag është shenjë bullish që pa akumulohet diçka në rënje. Ke edhe këtu. I bin që ne si tregtar këto zona e kemi shenja që pa akumulohet të previous highs. Shikoni? Pa akumulohet të çmimet larta më parë, që ka qenë kjo zonë këtu. Po bën uljen dhe kemi edhe bullish divergence, unë kam vizituar më parë se sa ka ndodhur, me idenë që shikoj kemi lower low, higher low të RSI dhe ndoshta tani mund të jetë momenti kyç që alts shikojnë tregojnë pak dominancë. Të paktën deri këtu mund të shkoj. Kemi këtu dhe këtu, 2 zona. Dip, kur e thyn këtë strukturën këtu, mendoj që fillon të një cikël serioz. Alts. Prap, ku përputhet situata, po që bën sakt, e kemi nëntorin që unë kam parashikuar dhe e kam diskutuar disa herë në media sociale, si në TikTok dhe në YouTube. Kjo është situata dhe çfarë përshikojmë këtu. Duhet me patjetër tani të rimarrim zonën e mezit te kanali. Kjo mund të jetë një blerje paraprake, blerja e dytë që mund të bëjmë është këtu, dhe pastaj ideja është që të shkojmë te 5700 këtu edhe më lart. Zona ime është 5700, po që shkojmë më lart. Kështu që
për momentin janë shenja pozitive, por nuk është gati. Me sa regjentimet e pakta nuk është gati. Ka tregtarë sa dush që akumulojnë në për këto zona dhe tektojnë në mënyra të ndryshme. Unë jam me stilin tim dhe ndaj le të themi mendimet e mia dhe sa regjentime. Ja edhe ku e shikoni këtu ku kam hyrë unë te tregtimet e tjera, dhe këtu kam hyrë dhe kam dalë me pak. Edhe këtu kemi hyrë, kam dalë me lekët e mia duke dalë përpara kreshit. Dhe kjo është le të themi situata. Keni dy momente që mund të bleni herët dhe pastaj keni momentin final për mendimin tim që po i gjithë atë zonë kemi potencial shumë të lartë për një lëvizje bullësh. Duket okay për momentin, do të shikojmë dhe gjendjen te javori dhe te mujori, pa heqim këto vizatimet. Shkojmë të gjendjen te javori, heqim vizatimet e javori, supportin e keni këtu te 20 SMA, keni të supportin te zona këtu më para. Por momentin, tregu duket keq. Kështu që edhe po bërë një lëvizje për lart, mund të ketë rezistencë dhe shitje. Pastaj ndonjë kështu. Edhe prap atë që po them që korrespondon ndoshta me atë nëntorin që unë kam diskutuar. Nëntori duket si moment që mund të vendoset realisht, po që të bëj long tregu, po që do i shkoj për lart tregu, vendoset në nëntor. Te mujori, edhe pse unë kam thënë që mund të ndodhi diçka si po që ndodh alt season, do ndodhi kështu, ka qenë gushti në rritje, ja ku e keni pasur, shatori në ulje, ja ku e keni pasur, këtu ka qenë në konsolidim tetori, po na që nuk është ulur mjaftueshëm në shtator, ul në tetor. Tetori zakonisht është shumë volatile, me volatilitet, me paqëndrueshmëri. Keni këtë zonë tani, po mbajti këtu, keni akumulime dhe lëvizjen për lart. Po kjo lëvizje mund të jetë diçka si 2021. Shpresoj të jetë ashtu sepse e di që shumë nga ju keni tregtuar kripton dhe keni akumuluar kripto, dhe tani që keni podcastin ton, keni mu që t'ju informoj, shpresoj që dhe të shfrytëzoni informacionet dhe të dini në momentet e dura, mos t'ju kapi ndonjë crash tjetër. Po kjo është pak a shumë skenari që unë kam parë dhe kam darë në media sociale dhe ja ku e keni dhe vizatimi që unë kam bërë këtu për të shpjeguar situatën. Shikon, July breakout, ka bërë July breakout, shtator pullback, November fillon bull run. Okay? Kjo dhe ishte perfekte dhe marron në maj, faza parë, bënde një fazë tjetër, kemi në tor vitin tjetër. Kështu që mund të kemi një periudhë 12 mujore në rritje. Ne te Discordi im kemi pasur le të themi fatin që kemi tregtuar që nga këtu kemi filluar të blejmë Ethereum dhe të shfrytëzojmë valën e Ethereum që na 1600. Prandaj ju them juve që të bëni pjesë e Discordit, se s'keni çfarë të humni aty, se kam bërë dhe shumë të lirë për fillestarët që mund të hyjnë, që s'kan kapital. Prandaj shikoni linku më poshtë për shkrimet e videos se mund të bëni pjesë e Discordit duke bërë blerjen te Wopi. Kjo është situata, dhe tani do të diskutojmë ndonjë ide. Për mendimin tim nuk ka ide për sa gjentime, mund të kapim çfarë lloj coin, ja ku e keni, Cardano për shembull, shikoj, nuk ka zgjadhi akoma, por bën akumulime, blerje, gjë të tjera. Unë e lej tregun të bëj këto gjëra dhe nuk nxitohem. Kjo është situata, nuk du t'u fare të ide, se nuk kam ide për momentin që më pëlqejnë. Kisha enën pak si një ide paraprake që kam diskutuar te Discordi, dhe kaq. Kemi dhe Zcash, që ka pasur një lëvizje të jashtëzakonshme dhe po mendoja ndoshta ta blija këtu. Kjo është. Okay? Kjo është lëvizje që unë shikoj.
këto idet që unë kam darë të Discordi dhe ju mund të shikoni për atë çmimin e arsyeshëm që unë kam thënë, që është vetëm 15 pound në muaj dhe analizat e tjera që unë ndaj çdo ditë aty për tregjet financiare. Okej.